kemi pas një bisede me shokun tim dhe trajnerin e mirënjohur me një emër shumë të madh, Ilir Zeneli në Finlandi, i cili ka qenë edhe trajner në Superligën e Finlandës që quhet Veikkausliiga. Më ofroi një mundësi të vi si trajner në klubin e tyre. Klubi Granit është një klub shumë i organizuar. Është në një zonë ku janë shumica suedez, edhe pse në Finlandë janë komunë vete dhe një klub i organizuar shumë dhe është një komunë që është shumë e pasur dhe gjithë interesimin e komës shumë të tash në futboll, siç e di përpara në Finlandë ka qenë hokej një ndër sportet kryesore. Shumë e vërtetë. Por në këtë komunë ka fillu tash futbolli dhe me ardhen e trajnerit Ilir Zeneli, i cili është edhe trajneri kryesor të ekipa por është edhe drejtori i akademisë. Tash me ardhen e tij ka ndryshuar gjitha gjërat në këtë klub dhe janë duke investuar shumë si në trajnera, si në ekip, si në gjitha kushtet. E kanë cënimet që të ngritën sa më lart, edhe pse janë në ligën e tretë, por besoni, unë ju e dini që kom qenë pjesë edhe Superligës si trajner edhe ligës por mendoj me kushtet që i ka ekipa Granit, nuk ka ndonjë dallim prej ekipave Superligën e Kosovës.